lutem, jemi prap me ju. Mirë se vini në quizin më të famshëm në botë, kur do të bëhet? Të nderuar, Panderit, të nderuar, shumë të dashur telespektator, po e filloj këtë emision me falënderim. Dhe tash e tutje, letrat më interesante do të lexoj këtu në skrin, përballë karrikës së nxehtë këtu para kamerave dhe dëshiroj t'ju përshëndes personalisht. Andaj, tani e tutje vazhdojmë së bashku në emisionin tuaj në karrikën e nxehtë, me ndihmat 50-50, pyet publikun, telefonomikun, me të gjithë kandidatët nga gjithë Shqipëria, Kosova. Në emisionin e parë të këtij edicioni dëshiroj me shumë kënaqësi, kam ndjesi të veçantë që t'ju jap një lajm të mirë. Studio ka pësuar një ndryshim, jemi në një studio të re, studio më të madhe, ka vend për më shumë. Ka vend për më shumë, sepse tash e tutje mund të vinë të gjithë shqiptarët nga Maqedonia. Mirë se vini! Solemnisht ju them të gjithë shqiptarëve nga Maqedonia, aplikoni dhe mirë se vini në quizin milioner. Tash e tutje do t'jemi këtu së bashku më shumë. Pastaj, çfarë t'ju them? Kështu e ka milioneri. Së pari, milioneri trason rrugët dhe vije pastaj autostrada, hekurullat dhe gjëra tjera. Së bashku do të kënaqemi më shumë, do t'jemi më shumë. Të shohim sonte kur do t'ja bëj sef të këtij emisioni. Sonte me ne, Naser Beka Prishtinë, Ledar Gilaj Tiranë, Shkurte Krasniqi Prizren, Eniana Gjanari Tiranë, Faik Miftari Prizren, Agron Gora Tiranë, Hysen Ajvazi Prishtinë, Emiriana Filit Tiranë. O, sa bukur, Tiranë, Prishtinë, Vlorë, Tiranë, Prizren, sa bukur, ku do të vazhdojmë, Shkup, Tetov, Kumanov. Vazhdojmë nga emisioni tjetër. Shohim një pyetje me rënditje. Rënditni, këto realizime regjistoriale duke filluar nga më i shkurtri. Telenovela, spoti publicitar, filmi artistik, metrazhi i shkurtër. Rënditja e saktë e realizimit të spotit publicitar, metrazhi i shkurtër, filmi artistik dhe telenovela. Të shohim kur do ta krijoj telenovelën e parë. Rënditni këto sfida sportive si pas numrit të sportistëve të aktivizuar, duke filluar nga ajo me më shumë. Boksi, beach volley, waterpolo dhe basketbolli. Rënditja dhe sfida e parë sportive është kjo. Waterpolo, basketbolli, beach volley dhe boksi. Atëherë, kush? Agron Gora Tiranë, bravo! Po shpret, më Bravo Agron Gora, bravo më në fund Agron Gora. Një boks pyetjes dhe shkot nga organizim. Dhe sonte po ja bën sef te Agron Gora, nga Tirana. Nga Tirana. Është kandidati i parë, për sonte një herët edhe i pari që po e qelë sezonin e tretë të Quiz Milioner, bashkë me sezonin e tretë, garus të Quizit Milioner do t'jenë
edhe shqiptarët e Maqedonisë të cilët mund të aplikojnë duke dërguar një biografi në info@milioneri.com. Goni, me profesion është financier dhe është kontabilist I certifikuar bashkë me kënd jeni këtu? Unë jam me Nusën, me Rebekën. Jeni sigurt? Po. Kundër kujt thatë? Kundër kujt jeni martuar? Me Rebeka. Okej, kohëve të fundit ka udhëtuar shumë dhe ka kaluar eksperienca interesante. Agroni është një fans I madh I milionerit dhe beson se do të jetë një garues I mirë. Shpresojmë. Besojmë se Besojmë. Apo shpresojmë. Du të besojmë, Pastaj shpes. Okej, pastaj shpresojmë. Agron, rregullat e lojës janë këto, janë 15 pyetje, 3 pragje. Pragu I parë 250 euro, pragu I dytë në pyetjen e 10 1750 euro dhe 50.000 euro. Posat na jepni përgjigjen e pyetjes së 15. Po. Mos harro trendimat. Telefono mikun, pyet publikun dhe 50-50. Rebeka këtu është, mos u mrakos fare, pra pa shpinën se ke. Filloj me njerë me pyetjen e parë, sepse edhe publiku është mjaft kurioz. Fillojmë. Fillojmë. Për një njeri që gëzon shëndet të plot, thuhet zakonisht se është shëndosh si molla, mulla, rushi, si fiku. Po, përgjigja përfundimtare është A, shëndosh si molla. Sakt? Vazhdojmë. Ati që ka probleme me zemër, mjekët I sugjerojnë të bëj një korridor, tunel, bypass, viadukt. Po, korridor jo, besoj tash. As tunel jo. Kështu që përgjigja përfundimtare për mua është C, bypass. Sakt? Vazhdojmë. Një vepër dramatike ose një shfaqje teatrale përbëhet nga pjesët, etapat, aktet, raundet. Pjesët mendoj se jo. Përgjigja ime përfundimtare është C, aktet. C, aktet. C, sakt. Vazhdojmë. Me çfarë orientoheshin dikur udhëtarët e lundërtarët? Me yllin polar, yll deti, yll muzike apo yll gjugj? Yll gjugj të yll muzike, jo. Ish, që tani. Në me të yllit detit dhe yllit polar, besoj se është ylli polar. E fundit? Përgjigja përfundimtare është A. Përgjigja përfundimtare A, ylli polar. Ylli sakt. Pyetja 5. Cili nga këta qytete shpesh cilësohet si I ri? Berati, Përmeti, Kukësi, Fieri. Po... Berati është qyteti vjetër. Njëra nga shumë është qytet 12 vjeçar. Kukësi është Kukësi vjetër është përmbytur me vete, ky tani quhet Kukësi I ri me vete, se ai thon. Kështu që edhe përgjigja ime përfundimtare është C, Kukësi. Çfarë ndërtua që na humbi Kukësi vjetër? Do e hidrocentrali. Cili hidrocentrali? Është hidrocentrali Komanit ose Ja. Fjerza? Bravo, Fjerza. Thashtë. Dhe po. Sakt, Fjerza. Sakt. Faleminderit publiku. Të them drejtën, keni mirë kuptim sepse kam një ndjesi të veçantë në këtë emision sepse dhash një lajm të mirë për të gjithë shqiptarët e Maqedonisë.
dhe të them të drejtën po ndihem shumë mirë. Kam një ndjesi të veçante me zëpres nga emisioni tjetër se jemi së bashku. Jemi më shumë, tjetë Kosova, Maqedonia, Shqipëria. Dhe kjo më bën të thotë më shtoj një emocion. Zonja Rebeka, si ndiheni ju? Shumë mirë të rëtëshi. Mirë, qeni ju me profesion? Financiere. Financiere. Tash. Dhe keni edhe çunë e vogël? Po, Po? si vjeç. Një vjeç, e? Dario. Dario. Dhe Dario Financieri. Po, do tjetë edhe sigurisht edhe një financier? Ndoshta. Apo jo? Ai e di. Shumë bukur. Vazhdojmë, Agroni. Pyetja e 6. Cila nga këto kafsh ecë së prapthi? Gaforja, karavidhja, akrepi, iriçi. Cila nga këto kafshit së prapthja? Atëre, gaforja ecën përpara, sepse kam të që ecën me ngjitet mbas murave të urave dhe karavidhja nuk e di. Është sepse dha krepi ecën përpara me të e di me, ndoshta edhe iriçi, po. Nuk e di, dyshoj ndërmjet gaforës dhe karavidhës. Ndoshta mund t'i kërkojnë ndihmën publikut. Mirë. Është Publiku, Agroni kërkon ndihmën tuaj në pyetjen e 6. Cila nga këto kafsh ecë së prapthi? Gaforja, karavidhja, akrepi dhe iriçi? Na jep një opcionin e saktë, sepse kështu kërkon Agroni. Gaforja. Gaforja. Atëherë, Gaforja, duke parë dhe sipas publikut, përqindjet ecë së prapthi. ecë së prapthi. Atëherë do t'i besoj publikut. Përgjigjja ime përfundimtare është gaforja. A. Ecë së prapthi. Po, ecë edhe ndryshe? Dyja, no para o brapa, po. Po ndryshe? Mendoj se mund të ketë mënyrë tjetër kështu që Gaforja ecë edhe anash. thënë edhe anash. Hë? Jo, nuk e di. Nuk e di. Se di. Normalisht, ecë para, ecë prapa, por edhe anash. Po edhe anash kur kthehet. Po, kjo është Kështu që gaforja. ne- Sakt. Faleminderit publikut. Vazhdojmë. Cili format mediatik u lansua për herë të parë në treg në shtator të 1995-ës? HD, USB disk, CD, DVD. Atëherë, mendoj se aja HD-ja është e kohëve të vonshmeve, bëdojmë mas 2000-shet, mas viteve 2000-me. Dhe CD-ja duhet t'jetë goxha më përpara në 95-ës, duhet t'jetë goxha e lashtmeve, si krahasim me vitin 95. Dhe jam në më dyshje me disë USB-s dhe në USB-s dhe dësmeve, USB-ja dhe DVD-ja. Mendoj se do kërkojnë ndihmën 50-50. Mirë, është e drejtë juaja. Dhe Faleminderit. pushimet ju i patët tek opcioni B dhe D. Tek B-ja dhe D-ja kam thënë, sepse mendoj që D-ja është e definishme, është e kohëve të fundit, kurse SD-ja është si diem, është shumë më përpara se në kohë. Kështu që dyshoj shumë tek B-ja dhe D-ja, por nuk është se kam një përgjigje fundimtare këto, kështu që ndoshta 50 me Atëherë, 50.
50. 50 është mirë. Na anuloni 2 opcioni, lutem. Mendoj se përgjigja përfundimtare është D. DVD. Një prej kandidatëve i cili me bindje të plot ka menduar se DVD është digital video disk, patjetër nuk më kujtohet emri. Ka qenë një pyetje e famshme. Po. Virtual, po, ka qenë digital virtual disk dhe ai ishte i bindur, do të thotë, dha përgjigje shumë të shpejt. Por gabimisht ka pastrën. Digital versatile disk, prodhuesit ishin po ata të njëjtit të CD-s, do të thotë, të CD, compact disk. Philips, Sony, por tani ushtuan edhe Toshiba dhe Time Warner. DVD është përgjigja saktë. Nga këto rumbullak që i shihni këtu, ka mbetur vetëm edhe një DVD. DVD, po, sa. Pyetja e 8. Cila prej këtyre makinave u prodhua me urdhërin e Hitlerit? Mercedes, Volkswagen, Opel, BMW. Faktikisht të katra janë makina gjermane. Kompani makinash gjermane, si Mercedesin, si Volkswageni, Opeli dhe BMW-ja. Kishte urdhëruar. Kishte urdhëruar, po. Bëjmë çik pak lidhjen me Gjermanin këtu. Kështu që Hitleri ka qenë i apasionuar mbas Mercedesit. Si pasion të vetën këto makina të vetë. Në makinën e tij ka pas Mercedes. Po nuk e di kë ka urdhëruar. U prodhua me urdhrin e Hitlerit. Do thotë se po kam idenë se Hitleri ishte i apasionuar pas Mercedesit. Kjo nuk kupton se Mercedesi kishte ekzistuar. Po edhe kam idenë që është bërë më përpara Mercedesi si prodhim makina. Po është. Ju vozitni? Po, unë kam një makinë, vetë, nuk e kam ato të katra si markë, vetë, është markë tjetër. Pasu një Opel më përpara, po nuk e di kush është prodhuar me urdhrin e Hitlerit. Po, mendoj se po kërkojnë ndihmën e fundit që kam në dispozicion. Telefonat mikut. Është shitës makinash, është automekanik. Jo, faktikisht ai është si puna jonë dhe është financier dhe është kunati im, është vllai Rebekës. Kështu që është pak i apasionuar mas makinës, po është. Një nga urdhrat e Hitlerit për makinën dhe fjalët që përmendën dhe thuhet se kishte kërkuar të prodhohet një makinë e cila nuk vlon, nuk nxen në shkretëtir dhe nuk ngrin në Siberi. E dua një makinë. Dua një makinë. Ja. Është urdhër. Rufen deine Freunde. Ja. Është më mirë të bëjmë telefonat, nuk është. Shkojmë në telefonat, Okej, duhet rasim emrin si e pat? Edvin. Edvin. Ju lutem telefonatën, presim Edvinin, sigurisht është duke u nxjerrë, do t'i ndihmoj unë tani. Si nuk e ditë ka. Për komunitetin në Shqipëri, cila është me preferuara? Jo, BMW ka, Opel, po këto kohët e fundit është BMW-ja. Janë shumë Mercedesi, BMW-ja ka dalë, gjana në mod. Makinat Mercedes dhe BMW janë të përshtatshme për terenin në Shqipëri, për zonat që nuk ka borë shumë, sepse tërheqi me zinxhir. Po, me zinxhir dhe në gomat e prapme.
Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje Edvin. Femi Ferrati nga quizi kur do të bëhet milioner. Po, faleminderit. Përshëndetje dhe juve. Tani dhëndri juaj shumë i dashur i respektuar Agroni ka arritur në pyetjen e 8, një pyetje që ka të bëjë me makinat. Oh, shumë mirë. Po, por mirë, jo, nuk është mirë fare sepse Agroni ka mbetur vetëm në këtë ndihmë. Dhe është ndihma e fundit. Okej, në rregull, do mundos. Atëherë i keni 30 sekonda. Po? Ta ndizni makinën, t'ja qëlloni, të vini t'i tregoni për përgjigjen e saktë. Okej, në rregull. Okej? Urdhëro Agroni. Makina e prodhuar me urdhrin e Hitlerit. Po. Alternativat apo s'ka? Mercedes, Volkswagen, Opel apo BMW? Mercedes. Me urdhrin e Hitlerit, makina e prodhuar me urdhrin e Hitlerit. Mercedes, Volkswagen. Opel apo BMW? Mercedes. Okej, faleminderit. Në rregull. Atëherë, Po i besojmë kunatit. Pavarësisht se kam një dyshim të vogël, po midis Mercedesit dhe pavarësisht se ne u dekorduam se Mercedesi ishte një makinë që ekzistonte para urdhrit të Hitlerit, apo jo? po. Cila ishte Unë dua që ideologjia? ta- Si u quajt partia e Hitlerit? Ai krijoi grupet e SS-it në verë dhe Ja, grupet e SS-it ishin një njësi është speciale. partia fashiste e Hitlerit, është naziste. Mirë, partia si u quajt? Të kujtohet diçka nga kjo? Ai krijoi parti naziste me verë në emër të... Kishte një emër. Ndoshta tani për momentin, jo, po. Hitleri ishte Führeri dhe krijoi nazizmin si rrymë vel. Partia nuk ndoshta di për momentin s'pam kujtohet S'po kujtohet. si emër. Partia Është Social Nacionale, Social çka ishte? Nacional. Po ta mendosh mund të futesh edhe përgjigjen B faktikisht Volkswagenin sepse janë edhe Çfarë do thotë kjo fjalë? nacionalisht. Volkswagen është Wagen do të jetë auto, kam iden makinë me vel, prapashtesa. Kurse Volks është parashtesa e emrit të Volksburgut, është qytet në Volksburg, po, Volksburg. Është ka vënë edhe emrin e qytetit me vel, makinë e qytetit. Folk është populli, Wagen është makinë. Makinë, po. Po, në vetë po ta bësh, marrë dhe titullin ekipit e futbollit. Përgjigja e që ka fundit- qenë nacionalist, po të bësh pak lidhjen edhe mendoj se përgjigja përfundimtare është bëmeme. Volkswagen. Hitleri kishte dhënë urdhër në vitin 1937 me qëllim që t'i kundërvihet makinave luksoze dhe të shtrenjta që ekzistonin në atë botë. Edhe pse na lodhe shumë, besoj se edhe publiku i duhet dhe teleshikuesve i duhet një pauzë shkurt me pak publicitet. Pyetja e 8, kuizi milioner në karikën e nxehtë Agron Gora nga Tirana. Në një pyetje shumë të vështirë dhe shumë analitike, pas shumë dysheve, telefonata dhe ndihmave, në pyetjen cila prej këtyre makinave u prodhua me urdhrin e Hitlerit, Mercedes, Volkswagen, Opel apo BMW, Agroni ka dhënë përgjigjen përfundimtare në B, Volkswagen, makina e popullit. Urdhri u dha në vitin 1937 me qëllim që t'i kundërvihet makinave luksoze dhe të shtrenjta që ekzistojnë në atë botë. Kështu Hitleri mendonte për popullin e tij. Përgjigja është e saktë.
Pyetja e 9. Për 850 euro, ndihma nuk ka më. Njën nga vizatimet më të famshme të Leonardo da Vinci është njeriu italian, njeriu klasik, njeriu i rilindjes, apo njeriu vitruvian. Okay. Leonardo da Vinci ishte famshëm edhe për vizatimet e time. Është marrë me financa da Vinci? Jo, me sa di unë jo. Me sa kam lexuar, jo. E ka qenë italian si Da Vinci? Po, italian ishte. Da Vinci, po. I lindur në Firenze? I lindur në Firenze, po. Ky nuk është marrë me financa sepse i ka ndihmuar në duket familja Medici, e? I kishte ndihmuar apo jo? Duhet i ka ndihmuar. Duhet. Dhe njeriu italian nuk është, eliminojmë opsione nameve. As njeriu klasik, jo, mendoj se jo. Jam në më dyshe midis njeriu të rilindjes dhe njeriu të vitruvian. Vizatimi e tij, unë mendoj se është njeriu vitruvian. Është vizatimi i famshëm i Da Vinci. Çfarë ka në vizatim? Është jep faktikisht tregon anatominë e trupit njeriu, që është një person me krahët e hapura. Poshtë krave janë edhe një pjesë tjetër e krave, ku tregon ndërthurjen e trupit të njeriut dhe në mënyrë të detajuar muskujt, enët e gjakut. Është një vizatim perfekt i trupit njeriut, i anatomisë. Dhe ai vizatim është i famshëm dhe titullin mendoj ose jam deri diku i sigurt që është njeriu vitruvian, që dhe përgjigjja ime përfundimtare është D, njeriu vitruvian. Fjala është për një skicë të hollësishme të trupit të njeriut, që Leonardo kishte vizatuar në qendër të një katrori dhe të një rrethi. Të rrethi, po. Leonardo merrte në konsiderat thellësinë dhe madhësinë trupore, simetrinë po ashtu, dhe lidhjet gjeometrike të njeriut. Për shembull, sa janë të gjëra duart, është i gjatë njeriu, sa ka hapësirë në mes të dy syve, aq është madhësia e syrit. Përgjigjja është e saktë. 850 euro. Në këtë pyetje, ju do t'i garantoni 1750 euro për të vazhduar tutje. Vazhdojmë pyetja 10, 1750 euro. Cappuccino e ka marrë këtë emër nga emri i krijuesit, forma e filxhanit, shkuma e qumshtit, apo fretërit cappuccin? Cappuccino është një lloj kafe me qumësht, është italiane, edhe është karakteristikë si për shkumën e qumshit, që vendosin sipër. Është për formën e filxhanit, që shërbet me filxhan të madh, jo filxhan kafe. Nuk është pyetja çfarë është cappuccino. Po, nga e ka marrë këtë temë. Po, nga e ka marrë emër. Unë faktikisht kam një ide se kush mund të jetë në këto përgjigje, por është shumë e vogël si mundësi për ta thënë me vetes. Nuk e ke ide. Dyshoj shumë, jo, dyshoj shumë tek opsioni D faktikisht, por nuk jam shumë i sigurt në vetë. Sepse mendoj që është pije, është lloj kafe që është goxha në kohë ka shumë vjet që përdoret.
Po mund tjetë edhe D-ja, ndoshta edhe C-ja, sepse po ta marrësh nga fjala cappuccino është lloj me fund fare vjen si tip ngritur me vetë tip kapuçe, pra ka shumë të thënë, ndoshta edhe mund ta ketë marrë emrin nga C-ja, nga shkuma e qumshit. Po unë i kam ezaruar të 3 ndimat, kështu që them mos të rrezikoj. Pavarësisht se tash unë jam më dyshoj këtë D-ja dhe tek C-ja. Kështu që nuk e di, mendoj se po të riqem deri këtu. Po mendoni apo po të riqeni? Po të riqemi, po. E fundit? E fundit është. Përgjigjja përfundimtare është po të riqem. Nderuar teleshikues, nderuar publik, kandidati Agron Gara po të riqet. Këtu përfunduam lojën me ty. Këtëherë po jap një privilegj. Gruas tuaj, Rebekës, dhe po e pyes. E dini përgjigjen e saktë apo jo? Jo, nuk e di. Se dini as ju. Keni pirë ju së bashku ndonjëherë cappuccino? Po, vetëm as të Po shumë, dhe asnjëherë s'jeni pyetur. Dhe nga ky emër. Sa keq. Nuk na falet. Nuk ju falet, e? Falet do ta dini. Do ta dini këtë emër, po s'besoj se do të pini ndonjëherë, ose do të koristitni, po t'jeni bashkë ndonjë nga prej bareve, ë? Cappuccino, jo mos e merr sepse kjo na ka humb 1750 euro. Dova macchiato, ë? Se din as Rebeka. Nuk e di. Po të luanit, cila do të ishte përgjigja juaj e fundit? Po mendoj se duhet ishte D-ja. Fretërit cappuccino do të ishte përgjigja përfundimtare. Se fretërit ka Ju e keni ditur përgjigjen. E saktë do të ishte. Kjo ishte. Keni fituar 850 euro Ja do të. dhe i keni humbur 900 euro. Po mbaj atë që kanë fituar. Dhe Atë që janë. kështu cappuccino kishte marrë emrin nga ngjyra e veladonit Veladona. të fretërve cappuccino. Cappuccino. Faleminderit shumë Agron ishte. Gora. Ishte kënaqësi, kandidati i parë. Me simpati të kemi përcjellur. Faleminderit.